Te javë efekte shkatrimtare mbi pronat e qindra dhe mijëra qytetarëve shqiptar në të katër anët e vendit. Damet janë kolosale, jo vetëm në infrastrukturën publike të cilat mediat i kanë paraqitur gjërësisht, por janë mira e mira kokë bakti. Janë qindra hektar sera, janë infrastrukturë e vogël e fshatrave, të rënuara si asnjëherë në mote më parë. Këto mote, këto fshira të mëdha, dëshmojnë infrastrukturën fiktive në këtë vend ose inekzistente kundër përmbytjeve. Investimet janë në të katër anët e vendit në sistemin e kanalizimeve, por kanalet janë të mbyllura, janë të mbushura dhe ato nuk ka kushti hap, sepse parat për mirëmbajtjen e tyre vidhen dhe vetëm vidhen. U bën virale në Shqipëri dhe në mbar Europën pamjet e rrugës sapo inauguruar të rrugës Qukës-Qafë-Pllopsh, pamjet e rrugës Kardhiq-Delvin, pamjet e rrugës Arbrit, pamjet e rrugës Korç-Ersek, veprat e vetme, të gjitha të inauguruara vitin e kaluar ose gjatë këtij viti. Pra, pas një periudhe shumë të shkurtër inaugurimi, u shemben njëra pas tjetrës. Ndërkohë, skarpatet shumë herë më problematike, më të larta, se këto që u shemben në autostradën Levan-Tepelen, në autostradën Tepelen-Gjirokastër, dhe në autostradat tjera të ndërtuara, 13-15 vite më parë, skarpatat nuk kanë lëvizur. Nuk kanë lëvizur. Ndonë se ato rrugë janë ndërtuar me një çmim nga 6 gjerë në 10 herë më të lirë se sa këto që